Menza Rami Sadiku është mbushur përtej pritjeve. Rreshta karrikesh nuk ka pasur nevojë të vihen nga se mysafirët kanë qëndruar në këmbë deri afër mureve për ta ndjekur nga afër gazetaren dhe autoren Mira Kazhani. Ajo ka ardhur në Prishtinë me librin Një ditë tjetër, që tashmë është bërë një prej rrëfimeve më të përhapura e më të përfolura të këtij viti në hapësirën shqiptare. Mbrëmja e së premtes ka marrë pamjen e një takimi përtej shkrimeve, ku fjala dhe dëmshuria bëhen pjesë e një përbashkësie njerëzore. Atmosfera ka qenë e qetë, por e mbushur me emocion. Në panelin e përbërë nga gazetarja Vjosa Abazi, vetë autorja dhe gazetarja publicisti Enver Robelli, fjalën e ka marrë gazetarja Abazi, duke e konsideruar si forcë të Kazhani atë që shpesh cilësohet si dobësi. Kemi kënaqësinë të mirëpresim në Prishtinë, në shtëpinë e saj të dytë, një grua që na frymëzon me forcën dhe sinqeritetin e saj. Në një kohë kur shpesh e kshihim dobësinë si diçka për të turpruar, Mira na kujton se forca fillon pikërisht aty, te pranimi, te vërteta. Të vjen këtu jo për të rrëbyer ngjarjet e të tjerëve, por për të rrëbyer historinë e saj. Gazetari e publicisti Robelli, i cili është edhe botues i librit nëpërmjet shtëpisë botuese Dora Distria me Selinë Zvicër, e ka nisur fjalimin me një ton të ngrohtë dhe ironik, duke vënë në dukje se atij tubimi do t'ja kishin zili shumë politikan, për faktin se është njerëzor dhe i sinqert. E ka cilësuar këtë mbledhje si një festim të guximit dhe të sinqeritetit, për faktin se autorja e ka fisnikruar një përvojë të dhimbshme përmes publicistikës që arrin cilësi letrare. Ka ndarë disa prej shifrave që tregojnë ndikimin e rrëfimit të Kazhanit. Brenda më pak se 2 muajsh, gati 10.000 lexues kanë kërkuar dhe bler librin. Kur thash 10.000 njerëz, ta keni të qartë se shumica janë vajza e gra. Ndokush mund të thotë, e pritshme fundja libri ka të bëjë me një smundje që prej kryesisht gra, kjo mund të jetë ndoshta maksimumi gjysma e vërtetës. Gjysma tjetër e vërtetës është gra dhe vajzat lexojnë më shumë. Në stilin e tij gazetaresk, Robelli ka sjellë statistika nga vende të ndryshme evropiane, e ka reflektuar për nivelin e lexueshmërisë në Kosovë, duke u shprehur se vetëm 22% e grave dhe 13% e burrave lexojnë rregullisht. Sipas një ulëmtimi që ka bërë organizata ETEA, e unë nuk i kisha gjetë këtë dhona, po i shkrova Agrondemi, i cili është shefi të gjitha statistikave të Kosovës, edhe Agronemi të gojë thonë. Rregullisht lexojnë 22% e grave dhe vetëm 13% e burrave. Ose më konkretisht prej 10 burrave që i takoni, 9 prej tyre kanë një raport armiqësor me librin. Ai ka kujtuar edhe një pasazh nga britaniku John Hodgson, që në vitet e 80-ta shkruante se në përfshatrat e Kosovës historia këndohej më shumë se sa shkruhej, dhe se kishte familje që e kishin marrë leximin si shenjë çmendurie. Një familje më shprehu shqetësimin për djalin e tyre, i cili lexonte së tepërmi. Ai i shmangej shoqërisë së Odës duke ndenjur vetëm me libra. A mos po çmendet, më pyetën. U thash se njerëzit nuk çmenden prej leximit. Por ata më siguruan, po, djali Ismaili të çmend prej leximit. Më pas ka folur për forcën e humorit si mënyrë për ta bërë të durueshme atë që është e pamëshirshme. Ndoshta nuk është rasti që fjalën të humor dhe humor i dallon vetëm një shkronjë. Nuk po them që smundja duhet të shpërfillet asesi, por me humor e vetbesim çdo sfidë shëndetësore kalohet pak më lehtë. Pas fjalës së Robellit, në një atmosferë të butë për plot duartrokitje, Mira Kazhani është ndalur për t'u rrëfyer. Në zërin e saj është dëgjuar qetësia e një përvoje që tashmë ka marrë formë të re, të shndruar në mendim e reflektim. Ka folur për përvojën e saj në bisedat dhe njohjet me kosovarët. E vërteta është që ne nuk e njohim njëri tjetrin, sepse ne e njohim njëri tjetrin vetëm nga muzika, nga artistët, nga klubet dhe nga plazhi dhe nga rruga e Kombit dhe nga Bregdeti. Nuk mjafton kjo, duhet komunikim.
Falë këtij podcasti dhe falë këtyre 5 viteve, unë jam në një fazë tjetër me Kosovën, me Prishtinën. Unë kam takuar njerëz të jashtëzakonshëm, por nuk i kam takuar të gjithë falë gazetarisë time, po falë grave. Ajo ka folur për forcën e grave si mbështetjen e saj më të madhe, si në podcast, ashtu edhe në këtë udhtim të fundit përmes letërsisë. Gratë, vërtet gratë, jo vetëm lexojnë, por gratë kanë qenë forca ime në podcast. Ato më kanë ndihmuar që unë të komunikoj me burrat e tyre. Kazhani ka folur edhe për mënyrën se si rrëfimi i saj është pritur nga lexuesit në Kosovë. Libri është lexuar dhe postohet nga shumë njerëz në Kosovë që duan gazetarin time, podcastin tim apo librin tim dhe njerëz që janë prekur me historinë time. Mua nuk më komplekson as pak që njerëzit të ndjejnë një lloj dëmshurie, unë të njëjtën dëmshuri do kishta për çdo që kalon në një betejë me sëmundjen apo me jetën. Në një ton të qetë të rrëfyes, ajo ka ndarë edhe ndjenjat e para pas diagnostikimit. Historia ime e parë nga fundi është një histori e bukur, po e parë nga fillimi është një histori tragjike. Ti trembesh sigurisht për vdekje kur dëgjon atë diagnozë të rrezikshme. Fillimisht me një ndjenjë faji, me një ndjenjë turpi, pata ndjesinë që jeta ime ishte një gabim, diku mund kisha gabuar dhe unë ndjeva pjesë e një padrejtësie, pjesë e një pabesie. Po kjo ishte vetëm javët e para. Rrëfimi i saj ka marrë dimensionin tim në çastet kur ka kujtuar hezitimin për t'u treguar familjarëve dhe momentin e lehtësimit pas hapjes. Është nënvizuar se shtëpia botuese Dora Distria ka vendosur që të hyrat nga shitja e librit t'ia lërë autores. Mbrëmja ka përfunduar me duar trokitje të gjata, me njerëz që afrohen për ta përqafuar autoren dhe për t'ia dhënë librin për autograf. Siç kishte thënë ajo vet, historia e saj e parë nga fundi është e bukur dhe të premten ajo bukuri është ndarë me të gjithë.